Cilat janë ushqimet e dëmshme dhe ato të shëndetshme të cilët fëmijët duhen mi konsumu ma shumë? Është mirë që krahas pastrimit të dhëmbëve në mëngjes gjatë ditës sipas nevojës, mbrëmje para gjumit, prindërit me i eduku fëmijët e tyne tek ushqimet, që me i ushqy sa më shumë me ujë, me produkte të qumshit, me çaj kamomil, me pemë perime të freskëta, e me i largu sa më shumë prej ushqimeve që përmbajnë shumë krip, shumë sheqer, prej pijeve të gazone, po edhe prej ushqimeve të ngjitshme që e dim cilat janë çokolada që përmbajnë karamel, mandej çipsat, smoket, ato shumë lehtë mbeten te gropat e sipërfaqes të kafshuese të dhëmbëve, sidomos edhe të sipërfaqes mes dy dhëmbëve kur ka dhëmbë të prishun tek këto grup mosha. Kështu që prap është probleme me ju ndal ushqimet e dëmshme se ju bë përditshmëri e gjitha familjeve. Une kur vinë prindërit, fëmija i ka 3-4 vjet, gjithkohon han ushqime të dëmshme. Ku po i gjen? Ku po i merr? Po i gjen dollap, po i gjen frigorifer. Kush i ka sjell? Fëmija nuk mundet mi sjell. Do të thonë na pje u ofrojmë.